إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد Allahu Azza wa Jalla falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë salavatet dhe selamet i adërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, Allahu Azza wa Jalla njërin nga tiparët e mëdha të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e përmend duke lartësu dhe falendëru Allahu dhe vetën e tij. Thotë Allahu tebareke ve teala: Tebareke alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Thotë i lartë madhërum qoftë Allahu i cili e ka zbrit tek i dërguari i tij Furqanin, dalluesin, Kur'anin, pra që bën dallimin mes të mirës dhe të keqës, liyekune lil alamin nadhira, që ky Kur'an për gjithë njerëzimin, insan dhe xhinë, të jetë paralajmërues. Këtu Allahu Azza wa Jall përmend njëra nga tiparët dhe veçoritë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se ky pejgamber ka ardhur për me na paralajmëru, për me na vetëdisu para vaktit, e që na me falendru Allahun për këtë paralajmërim, që na mos me gabum, që na para prakesh me ditë se që tu është një grop, që na mos me ranë atë grop, që na para prakesh me ditë se që kjo është e dëmshme për neve e na asaj me u largu. Do të përmendi një shembull. Nëse një dashamir i yti të thotë: shife që ati janë të prit me dënu nëse shkon ka qaj rrugë, e ti shkon nga një rrugë tjetër dhe shpëton nga dënimi, çka kemi thonë ati dashamirit? Kemi thonë: e faleminderit shumë, shpëtove, mbrojtje prej një dënimit, prej një të keqës, prej një zararit. Allahu tebareke ve teala këtë pejgamber na i ka dërgu neve dhe na e kalon Kur'anin mesin ton, duart tona, gjithandej e kemi që na mos me bo gabime, që na më urujt dhe para prakish mu largu nga të këqijat dhe gabimet. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju shpall një ajet kur'anor tjetër ku Allahu tebareke ve teala i tha: wa anzir ashirataka al-aqrabin. O pejgamber jam, shko thirrni në Islam dhe paralajmëroj familjen tënde dhe fjalëfisin tënd më të afërt, që ata mos bëjnë kësi gabime, mos e bëjnë gabimin e shirkut. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më njëherë me të shpejt shkoi hipi në kodrën Safa, tha: o ju fisi beni Adi, o ju fisi beni Fehr, o gjaki jem, o i familja jeme, o vllazët e mi. Dhe që të gjithë me të shpejt, kur ndëgjun zonën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shkuan me pas se çka po ju thot ki buri mirë, çka po ju thot ki njeri i cili veç mirë fol. Ai që nuk kishte mundësi me shku, përmendi komentatorët, e çojnë ndonjë djalë, ndonjë vlat vetë dhe shko këshire, çka të thon Muhamedi sa e veç mirë fol. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: kam ju pyet diçka. Nëse unë shtash juve gjithve ju them se që ati mas kodre është duke ardhë një ushtri e madhe juve me ju luftu, a do të më kishit besu ju mu? I thanë familja e vetë, të afërmit e vetë, thanë: na prej teje kur laft këtë s'kimi ndëgjum, prej gojës tonë dhe veç e mira dhe e drejta gjithë një ka dalë. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha: unë po a bëj me dije se ai i cili nuk më beson mua, për atë njeri
për atë njeri ka me pasu një dënim i vrash dhe i ashpër në xhehenem. U quaj Ebu Lehebi dhe tha, hela që bëfsh. A për çket na kim ledha? Hela që bëfsh. I thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, a për çket na kim ledha? E Allahu azza wa jalla ja shpalli xhevapin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bishat ka çej për Ebu Lehebin dhe zbriti ajeti kuranor tabat yada Abi Lahabin wa tab. Ju thafshin dur të Ebu Lehebit e u baft helaç Ebu Lehebi. Që mori guximi kështu mi thon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shumë njeriu dhe shumë njerëz shkaku se nuk e ndëgjojmë paralajmërimin bin në gropa e bon helaç. Shumë njeriu sot do t'ua tham një shembull, vallahi me bon një anket, atë që e thash para xhumos se përsëriti, se e di se një pjesë e madhe se kanë dëgju, se mend si ka këtu. Me pyetja, a kin dëgju çka thash para xhumoje, një lajmërim shumë i madh që ata dhe hupin, se kanë dëgju. Hiç se kanë marrë vesh, si janë këtu me neve. Se s'ju intereson para lajmërimi. Se dhe dinin, edhe imanin, edhe ardhin në xhami, edhe gjumon e kalume me qëllim, i kom këshir kamerat e oborit për jashtë, se këtu mrejna në xhami s'mundët dikush me lut me telefon. Se unë i tham, ja ti dil këtu, ja unë e dola atje. Me pa, bura, 50 vjet, 60 vjet, hajde të ri, diqysh dhe arsjetoj, se lujnë me telefon, se ngojnë muzik gjatë hutbës, unë e kur se kësha besu, here pari këm këshir. Here pari këm këshir, edhe i njof edhe më njofin ata. Kur se kësha besu me më paston dikush. A dini pse? Pse me një vesh i hin, me një vesh i den, ma dje dhe mundet me thonë, kjo hoxha pa lidhe na loth. I dina na këto janë punë thjeshta. Se dhe Ebu Lehebi i tha, për çket na kim ledha, veç me na kallzu se pas ka xhenema, hec more tha hela që bof mos na up kohën. E Allahu i tha, ti hela që boft, o Ebu Leheb. Dhe mbeti që ummeti Islam deri në ditën e gjykimit namaz të thote, ju thafshin dur të Ebu Lehebit, e hela që boft. Sa dënimi i madh, sa nënçmim i madh për Ebu Lehebin deri në ditën e gjykimit. E mos flasmi për dënimin që e pret Ebu Lehebi. Shumë njeriu që s'ndëgjon se merr parasysh para lajmërimin, që tallet me para lajmërimin, ka mbet pa familje. Që tallet me para lajmërimin, ka mbet pa jetë dhe e jeton jetën si mazi dhe si makeq. Kjo fe e jon është fe e cila e ka mekanizmin e para lajmërimit, të informon para se me ran gabim, të ruan prej gabimit. E që na du të me thonë elhamdulillah që Allahu ne ka begatu me një kësi feje që para prakish na para lemron e na thotë moni se kjo të qënë në grobë, kjo të qënë në helaq, kjo të qënë në shkatrim, kjo të shkatron shtetin, të shkatron mendjen, të shkatron familjen, të shkatron moralin, ardhmërien, të shkatron edukimin, arsimimin, mirëqenjen. Dhe një popull që e ka këtë begati, i qelë sytë dhe i bën 4 dhe e ruan këtë nimet dhe këto paralajmërime, barem njëherë në javët që jepen në përxhamiat tona të bekume nga ulemat islam tonë që Zotin e lusim Allahu t'i ruan e t'i bekon për punë në tyre të paladhshme, t'i ndëgjëm me vëmendje. Na me askant asgjo nuk kemi dhe askujt asgjo personalisht nuk i themi, është në cuazët të paralajmërimit nga dashnia dhe respekti që e kemi nda njëri tjetrit. Ata që javën e kalume luajtën dhe shikonin video me telefonat e tyre, madje dhe me muzik, që i shqetësonin gjitha safët rreth tyre, si kanë me vdekë t'ja bëjnë gajlen ato. Na këtu nuk humbëm asgjë, e as musliman në borë nuk mbetën pa xhumo, ama ata di, nuk kanë xhumo. Ato kanë ardhur, e kanë bërë një turizëm, ato kanë humbë, se se kanë dëgju para lajmërimit që na me vite i bëjmë këtu, se gjatë xhumos, duke falë namazin e xhumos, duke majtë ders imami, zban mi thonë shokit tënë as shuj.
Edhe këtë s'ki drejt me ja thonë. Andaj, ja thamune, mos o vlla, se vallahi ti e tu ke hup. Vallahi ti ki me dal bosh prej xhamis, ke ardhje lodh në këtë ftoft e ki me dal bosh. Ke ardhë në xhami e s'ki ndëgju se si duhet me adhon hakin grus. Tu të fol hoxha se si duhet me adhon hakin grus, si dush me adhon hakin punës, si dush me adhon hakin Allahut te bareke ve taala, si dush me dash pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. More na ju mësojmë këtë dhe si dush me dash si vetveten tënde. Dikush vetën s'di me dash. Edhe këtë dini jon na e paralajmëron dhe na mëson se si duhet me bë. O vëllezër dashur, gjitha këto paralajmërime janë për të mirën tonë kolektive. Bile njerë një aftë, 5 minuta 10, hape zemrën, hapi sytë, hapi vesht, bëja haram vetës, mu marë me punë të kota, me mendime të kota, për qëndrohu dhe koncentrohu. Meri këto paralajmërime që më zbimna në për këto gropat e kësoj dunjos, që janë të rrezikshme e të hatashme, e ndonjëherë edhe me pasoja shkatruese. Allahun e madhe lusim që Allah të na ruan dinin dhe imanin, të na qel syt e zemrës, syt e ballit, të na qel vesht, e të na bën nasip që çdo sen që hin në këto vesht, të hin dhe të pushon edhe në këto zemra tona të pastërta. E kulu kauli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. E kuptuat para namazit të xhamës se çfarë aktiviteti ka në xhami dhe do të ketë, nuk e përsëriti, do t'ju kisha lutur që në daljet e xhamis për ato përgatitje me na ndihmu secili me mundësitë e veta. E duke lutur Allahun që Allahu këtë moment historik dhe këtë ndihmë e dinar që ta jepni në hasrin e xhamisë Sabehu, Allahu të regjistron secilin prej jush në regjistrin e veprave të mira që i bëjnë besimtarët e mirë. Zotin e lut që Allah t'u bekon mallin dhe evladin e t'ju ruan, hatri i kësaj sadakoj nga çdo e keqe e t'u jep çdo të mirë. Sot është ditë e xumah. Është shumë sevap me dërgu salavatet dhe selamet mbi Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, me salavatet dhe selamet më të njohura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.